Sot në Tiranë zhvillohet samiti rajonal Plani i rritjes Rruga jonë në BE, ku lideret e Ballkanit Perëndimor diskutojnë integrimin ekonomik, zhvillimin e rajonit dhe afrimin me tregun e Bashkimit Evropian. Gjatë pritjes së liderëve në Pallatin e Brigadave, kryeministri Edi Rama u përplas me gazetar për çështjen Balluku. Një gazetare e pyeti drejt për drejt nëse do ta shkarkonte Ballukun. Rama reagoi në mënyrë të ashpër dhe i kërkoi gazetares të respektonte rregullat e komunikimit. Rama deklaroi: "Merre fjalën, fol me etik dhe je në rregull, do marrësh përgjigjen. Këtu jemi për të parë ardhjen e miqve në një ditë të rëndësishme për këtë vend. Më pas mund t'i bëni të gjitha pyetjet." Një gazetar tjetër e pyeti për raportet e tij me Ballukun pas masave të vendosura nga SPAK. Rama u përgjigj: "Ju e keni si telenovel, a e do, as të do. Po të ketë përgjigje, nuk vazhdon telenovela." Një ditë më parë, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi 2 masa ndaj Belinda Ballukut: pezullim nga funksioni dhe bllokim të pasaportës. Gjykata akuzon Ballukun për shkelje të barazisë në tendera. Samiti vijon me takime bilaterale mes liderëve të rajonit dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos mbrajti sot fjalimin e saj në samitin Growth Plan, Our Pathway to EU, duke theksuar rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor për sigurinë dhe të ardhmen e Bashkimit Evropian. Kos u shpreh se publikimi i paketës së re të zgjerimit të BE-s ka sjellë një dinamik të re në procesin e antarësimit, duke hapur një fazë të re bashkëpunimi dhe angazhimit të ndërsjellë. Është kënaqësi të jem këtu pak pas publikimit të paketës së zgjerimit, e cila ka sjellë një ritëm të ri në proces. Kjo është një çështje me të cilën po punojmë fort dhe rezultatet e saj po duken, tha Kos. Ajo nënvizoi se stabiliteti i Evropës është i lidhur ngushtë me integrimin e Ballkanit Perëndimor. Evropa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky ka qenë një gabim i së kaluarës dhe tani duhet ta rregullojmë, theksoi Kos. Komisionerja theksoi gjithashtu se vendet e rajonit janë pjesë e natyrshme të kontinentit evropian, jo vetëm gjeografikisht dhe historikisht, por edhe në aspektin politik. Shtëpia juaj po ju pret. Ju jeni pjesë e Evropës dhe tani duhet ta bëjmë këtë edhe në formën institucionale, u shpreh komisionerja. Gjykata e posaçme ka vendosur pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe bllokimin e pasaportës së saj, duke i ndaluar daljen e jashtëterritorit të Shqipërisë. Vendimi u mor pas kërkesës së SPAK në kuadër të hetimit për shkelje të barazisë në tendera. Masa u mbështet në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale. Pika 2 e këtij neni përcakton qartë se pezullimi nga detyra nuk zbatohet për persona të zgjedhur sipas ligjet elektoral. Sipas interpretimit juridik, kjo dispozit përfshin ministra në deputet, të cilët marrin funksionin përmes mandatit politik të dhënë nga parlamenti. Vendimi i gjykatës posaçme ka hapur debat të fortë në qarqet juridike dhe politike, pasi për herë të parë një gjykatë e shkallës parë tenton të ndryjë drejt për drejt në funksionin e një antari të qeverisë. Kushtetuta parashikon se largimi i ministrave nga detyra është kompetencë e kuvendit dhe jo e gjykatave. Mazhoranca e konsideron vendimin në kundërshtim me shkronjën e ligjit. Burime politike konfirmojnë se Balluku do të ndjekë të gjitha shkallët e ankimit, përfshirë apelin e gjykatës posaçme, gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese. Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pas rikthimit në funksion të velajt nga gjykata kushtetuese, duke rritur tensionin institucional. Sipas burimeve, kryeministri Edi Rama pritet të mbajë qendrim publik pas kthimit të kreut të SPAK nga Brukseli. Përplasja mes ekzekutivit dhe strukturës së posaçme të drejtësisë ka hyrë në një fazë të re, me pasoja të drejtpërdrejta për balancën e pushteteve. Drejtuesi i seksionit kundër krimit të organizuar në prokurorinë e posaçme Adnan Xholi mirëpriti një delegacion të nivelit të lartë nga Gjermania, të kryesuar nga sekretarja e shtetit pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, njëherësh edhe kryetarja e Fondacionit për Bashkëpunim Juridik, Annette Krame. SPAK dhe autoritetet gjermane konsolidojnë dhe garantojnë bashkëpunimin e ndërsjellët. Në takim ishte i pranishëm edhe ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner, si dhe prokurorët e posaçëm Alfred Shehu, Bledar Maksuti, Enet Nakuçi dhe Ols Dado. Annette Krame vlerësoi punën e shkëlqyer të SPAK dhe besimin e lartë që ky institucion gëzon tek publiku, duke theksuar rëndësinë e rolit të tij në forcimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Gjatë takimit u diskutua mbi bashkëpunimin e suksesshëm ndër vite mes agjencive ligjzbatuese shqiptare dhe atyre gjermane përmes skuadrave të përbashkëta hetimore dhe hetimeve paralele në luftën kundër krimit organizuar, pastrimit e parave dhe mashtrimit kompjuterik, si edhe mbi mundësitë për forcimin dhe zgjerimin e këtij bashkëpunimi në të ardhmen. Delegacioni gjerman i kryesuar nga Krame garantoi mbështetjen e vazhdueshme për punën
dhe misionin e SPAC, duke nënvizuar angazhimin e përbashkët për rritjen e efektivitetit në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Policia e Durrësit ka goditur një grup kriminal që dyshohet se vepronte në qytet duke arrestuar 12 persona. Mes të ndaluarve është edhe drejtuesi i dyshuar i grupit, 30 vjeç, i akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe për vepra të tjera penale, përfshirë kontraband, fshehje të ardhurave, moslëshim kuponi tatimor, armbajtje pa leje dhe punësim të palikshëm. Edhe të arrestuarit të tjera akuzohen për shkelje të ndryshme, mes tyre mbajtje të armëve të ftohta pa leje, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 180 doza kokaine, 620 doza kanabisi, telefona celular, peshore elektronike, armë të ftohta dhe municion. Sipas hetimeve, grupi dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në zona pranë shkollave të mesme në Durrës, duke funksionuar në formë rjeti. Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së New Yorkut Zoran Mamdani tha se është gati pavarësisht gjithçkaje për takimin e tij me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë sot, duke theksuar se prioriteti i tij është të diskutojë për koston e jetesës. Ai u shpreh se marrëdhënia nuk lidhet me një person të vetëm, por mes qytetit të New Yorkut dhe shtëpisë së bardhë, duke nënvizuar se interesat e tij shkojnë përtej çdo individi. Mamdani, një kritik i fortë i Trump, e ka akuzuar presidentin se favorizon më të pasurit, ndërsa vetë u zgjodh me premtime për rritjen e fuqisë blerëse. Trump nga ana e tij e ka quajtur Mamdanin komunist, duke kërcënuar madje pezullimin e fondeve federale për qytetin. Megjithatë, klima mes palëve duket të jetë zbutur ditët e fundit, pasi takimi u kërkua nga vetë kryebashkiaku i ri dhe Trump është shprehur publikisht se dëshiron që gjithçka të shkojë mirë në New York. Mamdani shtoi se ka takuar shumë qytetarë të New Yorkut që votuan për Trump për shkak të krizës së kostos së jetesës dhe sa ai është i gatshëm të bashkëpunojë me çdo program që sjell përfitime për newyorkezët, por do të reagojë i pari nëse një politik dëmton qytetin.